Miq të dashur të televizionit Alsat, jemi së bashku me gjurmët edhe sot për të ndalur tek një temë e cila prek drejt për drejt familjen, shkollën dhe shoqërinë tonë. Do të flasim për shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve tanë. Shifrat dhe rastet e raportuara gjatë muajve të fundit tregojnë se gjithnjë më shumë të miturit tanë po përballen me ankth, pasiguri emocionale, depresion dhe probleme të ndryshme të shëndetit mendor. Ekspertët vetë se kanë paralajmëruar se shumë fëmijë po rriten nën presion të vazhdueshëm social, emocional dhe digital, sidomos gjatë periudhave të fundit ku edhe rrjetet sociale dhe bota digjitale ka kapluar shoqërinë tonë. Për këtë temë sot do të diskutojmë së bashku me Sheruze Osmani Ballazhi, psikologe dhe bashkëpunëtore e Ambasadës së Fëmijëve me Gjashi. Mirë se erdhët në Alsat. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi t'ju kemi prezente. Unë kam insistuar vazhdimisht t'ju kem në emisionet tona, po besoj që agenda juaj e ngjeshur nuk na ka lejuar që të diskutojmë më herët, andaj kam kënaqësinë t'ju kem të ftuar sot. Faleminderit, ja erdhi momenti. Erdhi momenti i duhur. Realisht kemi shumë për të folur, se është një temë që prek drejt për drejt, siç e përmenda edhe në hyrje të rinj tanë edhe fëmijët tanë, dhe është një pjesë shumë sensitive për të gjithë prindërit dhe jo vetëm. Pra, raporti i fundit që kemi parë dhe që vetë se pam tek materiali i përgatitur tregon se 284 të mitur kanë kërkuar ndihmë gjatë vitit 2025. Çfarë po na tregon kjo shifër për gjendjen reale të rinjve tanë dhe shoqërisë tonë në përgjithësi? Lisa, të dhënat e tilla të raportuara nga Megjashi, këtë javë realisht ishte, na japën informacione në dy nivele. Do të thotë, e para është se na japën informacion se fëmijët tanë përballen me vështirësi emocionale, me probleme familjare, me vështirësi sociale, dhe se kanë nevojë për mbështetje, për një sigurim të hapësirës në të cilën të sigurt që ata e ndjejnë të sigurt dhe ku do të drejtoheshin për të gjetur mbështetjen, për të fuqizuar edhe për të tejkaluar vështirësitë e caktuara. Kjo është në një dimension. Dimensioni tjetër që na japin këto të dhëna janë përsëri informat tjetër se fëmijët kanë guxim dhe fëmijët janë të vetëdijshëm për përjetimet e tyre dhe janë të vetëdijshëm në kuptimin e identifikimit se çfarë është ajo që ndodh me përjetimet e tyre, të identifikojnë vështirësitë e tyre edhe të alarmojnë për të njëjtat. Megjithatë sa ne të rriturit çdo herë jemi aty për fëmijët, është një pikpyetje tjetër që gjithë ne duhet të drejtohemi nga vetja edhe të shohim se cilat janë ato veprime dhe a thua vërtet jemi pranë fëmijëve, jemi për fëmijët atëherë kur ata kanë nevojë. Kur janë nevoja të fëmijëve, ajo nevoja tona të rriturve. Është shumë interesante ashtu siç e përmendët edhe ju, se sa të rritur emocionalisht i kemi tani fëmijët tanë krahasuar ndoshta me gjeneratat e kaluara, nuk e dia është ndikimi i digitalizimit, siç e përmenda, apo mënyra tjetër e jetesës, ajo dinamika që e kemi në përditshmëri që i ka bërë të rinj tanë shumë më të vetëdijshëm se sa ndoshta fëmijët e së kaluarës. Cilat janë problemet më të shpeshta që zakonisht fëmijët i raportojnë? Unë do të fokusohem në raportimet që i bëjnë të fëmijët dhe të rinjët në linjën Megjashi. Mund të kategorizojnë në disa grupe problemet të cilët raportohen nga fëmijët edhe nga të rinjët. Pjesa më e madhe e raportimeve kanë të bëjnë me janë në lidhje, problemet janë në lidhshmëri me shëndetin mendor të fëmijëve. Grupacioni tjetër me radhë ka të bëjë me probleme familjare dhe e treta ka të bëjë me lëndime dhe këtu bën pjesë realisht dhuna, gjitha llojet edhe format e saj, prej fizikes, emocionales, neglizhimi, dhuna psikologjike, nga ana tjetër ajo seksuale njëjtë, dhuna kibernetike, do të gjitha format. Si ka ndryshuar ndoshta profili i problemeve me të cilat përballen fëmijët ndër vite, sipas jush, me të gjitha informacionet që keni? Ajo që vlen do të theksohet, bazuar në të dhënat edhe në raportimet edhe të Megjashit, por edhe të burimeve tjera të cilat realizohen, ullumtimeve të cilat realizohen në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë jam e theks në ato që janë të raportuara në Megjashi. Viteve të fundit kemi rritje të raportimit të problemeve në fushën e shëndetit mendor, specifikisht idetë suicidale edhe planet suicidale të rinjve. Kjo është një grupacion i vështirësive në rritje, dhe tjetra ka të bëj
me përmasa një të mëdhaja në rritje është dhuna edhe maltretimi kibernetik. Po, cilat grup mosha janë zakonisht më të prekura dhe preje këtyre problemeve me aqë sa keni vënë re? Në bazë të raportimeve të fundit janë kryesisht grup mosha prej 10 deri në 12 vjeç, edhe 13-15, realisht është ky diapazon prej 10 deri në 15 vjeç, dhe kjo nuk është e rastishme, të themi ashtu, për shkak se kemi të bëjmë pikrisht me atë periudhë zhvillimore të fëmijëve që e njohim gjithë në populaci pubertet ose po adoleshencë, do thotë është adoleshenca e hershme dhe 15 vjeçari është pikrisht fillimi nis me adoleshencës së mesme. Dhe kjo është periudhë ta quajmë mjaft e veçantë në kuptimin e zhvillimit të qenjes njerëzore. Fëmijët në këtë periudhë, do të filluar nga mosha 10 e lartë, fillojnë që të përjetojnë ndryshime të këta që janë të natyrës biologjike dhe që janë të pritshme, dhe që ndodhin në zhvillimin e qenjes njerëzore. Megjithatë, zhvillimi është shumë i hofshëm, fillimisht në ato ndryshime të para, edhe fizike të fëmijët, fillojnë që të pyesin se çfarë ndodh me trupin e tyre, çfarë ndodh me atë që përjetojnë ata, do të kanë përjetime të emocioneve të ndryshme që janë të fuqishme në intensitet, nga ana tjetër kapaciteti përsëri i tyre, tani nuk është i nivelit që të mundet t'i menaxhojnë. Fundit ata ende nuk e kanë përvojën që me një emocion të theksuar, që e përjetojnë edhe intenziv, të mundet të dalin në qosh, do momente na i mësojmë edhe gjatë jetës. Është hera e parë do të thotë që përballen, fillimisht dhe e dyta në mungesë të kapaciteteve për shkak se ata ende dhe të shkatësive realisht, se ata kapacitetin e kanë, po ato duhet që të artikulohen në shkatësi, i kanë përjetimet do të thotë si të veçanta edhe tash s'din çfarë të bëjnë me to. Prandaj nevojiten të rriturit këtu, që t'jenë mbështetës edhe të mundet që t'i kuptojnë edhe t'i ndihmojnë në zhvillim të këtyre shkatësive që të mundet t'i menaxhojnë edhe të dalin në qosh me gjitha vështërsitë me të cilët ata ballafaqohen. Pra është një fazë shumë e vështirë si për vetë fëmijët, nga ana tjetër edhe për prindërit, për shkak se nevojitet shumë kujdes nga të dyja palët. Lisa, unë ndoshta nuk do ta kisha emërtuar si fazë e vështirë bash, po më tepër si fazë sfiduese. Do thotë, aq sa është, nëse themi e vështirë ose sfiduese në kuptimin se ka dukuri të reja me të cilat ne duhet të merremi, janë pjesë e zhvillimit tonë, ama nga ana tjetër njëjtë është periudha ku fëmijët kanë kapacitetin edhe mundet që të ndodh realisht ai zhvillimi i hofshëm i fëmijëve në gjitha sferat jetësore. E tash këtu duhen mekanizmat që pikrisht këto potenciale të vinë në shprehje në formën sa më konstruktive. Shumë e bukur kjo që thatë, pra duhet vlerësuar si një fazë thjesht e rëndësishme se është natyrë njerëzore që kur të vjen diçka e re në jetë, sigurisht që ballafaqohesh me sfida. Çfarë roli luan linja e ndihmës, që përmendëm paraprakisht pikërisht këtu ku janë raportuar të gjitha këto raste nga vetë fëmijët? Sa përdoret ajo nga të rinjt tanë? Lisa, është mjaft temi elemente dhe mjet i rëndësishme dhe organizata megjashi mjaft e rëndësishme në pikrisht në këtë drejtim, do të ka rol krucial të veçantë në kuptimin e ofrimit të mbështetjes, do të për fëmijët edhe për të rinjët, mundet që të drejtohen, do të me çdo vështirësi të cilën e përjetojnë fëmijët dhe ky kontakt me këtë linjë nënkupton se ka konfidencë në lidhje me vështirësinë e cila raportohet edhe jepet themi ajo ndihmë e parë të individëve varësisht nga problematikat të cilën ata e raportojnë. Varësisht prej problematikës ashtu jepen edhe sugjerimet, ashtu jepet mbështetja, ashtu jepet udhëzimi se çfarë më të tjetë, do thotë si të veprohet edhe se si të tejkalohet. Janë të natyrave të ndryshme, janë specifike, këto vështërsi edhe orientimi do të është në përputhshmëri me nevojën e cila del nga temi vështërsia e cila raportohet. Po në cilat raste zakonisht ndërhyjnë më së shumti? Në të gjitha, në format të caktuara. Jepet mbështetje atëherë kur themi është nevoja dhe ka të bëjë me
nevojën për mbështetje në kuptimin e konsulentave psikologjike, do thotë këtë dhe juridike njëjtë, do thotë këtë ofron organizata Mediashi. Nga ana tjetër, por nëse është nevoja për emergjencë, do thotë siç përmenda pak më herët, do të kur kemi të bëjmë me idet suicidale, orientimi është që temi të identifikohet ose të drejtohet fëmijë ose i riu të ndonjë i rritur të i cili ka besime dhe do mundet të intervenoj dhe të shpejt aty. Varësisht përsëri edhe kjo prej natyrës, në qoftë se bëhet fjalë temi për plan edhe është situata në kuptimin e realizimit të atij plani suicidal, normalisht se reagimet janë edhe më emergjente, në bashkëpunim me organet të Ministrisë së Punëve të Brendshme, do të sektori për paraqitet do të këtu në linjën e Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilët duhet të theksoj se çdo herë përgjigjen me shpejtësinë më të madhe të mundshme. Nëse është nevoja tash varësisht prej planit, dhe thotë që orientimi është njëjtë i kërkimit të intervenimit edhe nga Ministria e Shëndetësisë ose ndihmës së shpejtë, nëse është pyetje përdorimi medikamenteve. Varet prej natyrës. Po, në qoftë se temi është vështirësia në lidhje me probleme familjare, këtu orientimi është kontaktimi njëjtë, por edhe orientimi merren informacione dhe orientimi është temi në entet për punë sociale dhe kështu me radhë. Nëse paraqitja ka të bëjë themi me vështirësi emocionale, vështirësi në kuptimin e kontrollimit të hidhrimit ose të ndonjë emocioni tjetër, mbështetja e parë që jepet në drejtim të arrihet fillimisht një lloj stabilizimi emocional, një lloj qetësimi, edhe pastaj më tepër gjurmohet mbi problematikën edhe jepet udhëzimi se nga duhet që të orientohet edhe çfarë duhet të bëhet më tutje, nëse është nevoja për këshillime psikologjike, do të përmenda se jep Mediashi të tilla, por njëjtë është në kontakt edhe në bashkëpunim edhe me organizata tjera të cilat janë në kuptimin e mbështetjes dhe avokojnë temi edhe të drejtat e fëmijëve dhe gjithçka që është rreth fëmijëve, do të varësisht prej specifikave të cilat i punojnë, do të jepen edhe kontaktet ose po vendoset kjo linjë që të mundet më tej rasti të procesohet. Pra i gjithë aspekti procedurial që vjen pasi raportohen të tilla raste tek Mediashi, varion nga problematika në problematikë. Absolutisht po. Dhe institucionet janë të gatshme për bashkëpunim në çdo kohë tani. Kryesisht po, tash ka unë përmend ata të cilët janë veçanërisht kur bëhet fjalë për raste suicidale, të thotë këtu reagimet janë vërtet emergjente dhe çdo herë në kohë edhe japin suksesin e vet fatmirësisht. Ka institucione me të cilat çdo herë ka hapësirë për tu përmirësuar bashkëpunimi. Tani dua të bëj një pyetje më gjenerale. Me këto rastet shumë të rritura të ankthit, të depresionit, që nuk e di ose nuk ka pasur frikë dhe stigmatizim për të raportuar më herët edhe tashmë është më e lehtë për të rinj tanë për të folur për to, po pse kemi rritje të theksuar të këtyre rasteve? Ankth, depresion. Mund t'i shohim në disa aspekte. Dukurit kanë ekzistuar lisa edhe më herët, jo se janë të reja. Megjithatë sa individët i kanë përjetuar, por sa kanë qenë në gjendje që të njëjtat të identifikojnë se edhe të flasin hapur. Si shoqëri në tërësi mendoj se fatmirësisht kemi bërë lëvizje, sado që ato ndoshta janë të pakënaqshme për ekspertët edhe janë të vogla, megjithatë janë lëvizje, ashtu bëhen lëvizje zhvillimi. Edhe vrehen shumë tek gjeneratat e reja. Do thotë se janë të sensibilizuar njerëzit, edhe të rinjt, do thotë në veçanti, që të mundet ja të identifikojnë edhe të marrin atë guximin që të kërkojnë ndihmë. Pavarësisht se ne mund të themi se kemi të na thonë se po janë alarmante, janë të rritura këto raste dhe këto gjendje të cilat përjetojnë të rinjt edhe të fëmijët. Megjithatë jam shumë skeptike në kuptimin se sa realisht ekzistojnë raste të tilla dhe sa arrin që gjitha që të raportohen, nuk do të thotë ajo në linjën Mediashi, por në institucione tjera, ose po tek të rriturit tjerë, me qëllim që të merret të mbështetja adekuate për të i kaluar e njëjta. Ne jemi dëshmitar, realistet e trit, fatkeqësisht, thotë ka pasur, ja unë të ndalem në pikën e planeve dhe veprimeve suicidale të cilat
fatkeqësisht kanë qenë fatale dhe nuk është arritur që e njëjta të ndërpret. Dhe themi një i ri, edhe i rritur, por edhe një i ri që të vi në pikën për të realizuar atë plan suicidal, sigurisht se nuk ndodh ajo në të njëjtën minutë, sekond ose ato 5 minuta, por ato janë procese të gjata në të cilën kalon individi derisa të vijë dhe të merr vendimin e pastaj planifikimin edhe realizimin e të njëjtës. Që do të thotë se ne, nga ana tjetër tash fatkeqësisht do të them ende ka mjaft punë për të bërë dhe duhet intervenimi më i hershëm. Dhe duhet reagimi i të gjithëve. Atë që unë do e ndaj këtu, realisht e njëjta u prezentua edhe në konferencën, në të dhanat zyrtare që i pati me 600 lidhje me numrat e raportimeve gjatë vitit 2025, atëherë kur rasti ishte raportimi i një fëmiu në lidhje me planet suicidale të bashkëmoshatarit të vetë, edhe çdo herë unë përmenda fillimisht se është orientimi, që të kërkojnë ndihmë, të gjejnë, të adresojnë një, të marrin një mbështetje fizikisht që ka një person afër në atë moment, që të mundet të ndihmohet në këtë proces. Dhe ashtu Lisa, ju ishte aty prezente siç dëgjuat, të rriturit dhe të i rriturit e i cili është drejtuar, ai fëmijë ka qenë se neve nuk duhet të na interesoj kjo edhe ti nuk duhet të ndërmarrish asgjë. Pse e ndaj këtë edhe pse e them, vetëm që të alarmoj se përgjegjësia vërtet është e madhe e jona, ndoshta është shumë lehtë të thuash, të distancohesh edhe të thuash se mos u përzi në punët e huaja, ma kjo nuk është përzierje në punët e huaja, por realisht është një veprim i cili është altruist, i cili është njerëzor, të ndërmarrish veprim për të shpëtuar jetën e një personi tjetër. Dhe kjo le shumë për të dëshiruar dhe hapësirë shumë të madhe për reflektim të neve të rriturve. Se në qoftë se dukuria, problematika nuk ka të bëj me fëmijën tim sot, ama nuk e di se a mund të jetë nesër ajo. Dhe po që se unë jam në rolin e ati prindi, do kisha dasha po, pastaj që një tjetër i rritur të më alarmonte në moment. Kjo është, temi, ajo një pike e përgjegjësisë tonë. Nga ana tjetër, po, ajo që e vrejmë, unë do rikthejmë përsëri të rritur, është një lloj distancimin nga situatat. Pavarësisht se përshtypja një të përditshme është se ne jemi shumë të përkushtuar ndaj fëmijëve, ama jo në atë që është nevoja e fëmijëve, fatkeqësisht, po në atë që është nevoja e jonë, si të rritur, qoftë ajo për të prezantuar para të tjerëve se si është fëmiu im, se është më i miri, ka arritje më të mëdha, dhe fokusi vazhdimsi është në çështjen e arritjeve, me çdo kusht duhet që të jetë më i miri. Nga ana tjetër, në atë që ka nevojë fëmiu, për ta kuptuar, për të adresuar të gjitha ato problematika të cilat janë specifike për fëmijën, specifike për individin, për atë se ndonjëherë një ngjarje e cila është shumë banale për ne të rriturit, është shumë madhore për fëmijën. Kemi raste kur ka qenë fëmiu në shkollë dhe ka pas në plan që të përgjigjet me notë dhe kthehet në shtëpi, nuk ka qenë koha mjaftueshme që të përgjigjet edhe kthehet në shtëpi, dhe ajo është situatë dramatike në kontekstin e përjetimit nga ana e fëmijut. Tash për ne si të rritur ajo është punë e madhe, nuk është asgjë të përgjigjesh nesër ose pas nesër, jo. Për fëmijën është tërë bota. Dhe e rëndësishme është që prindëri këtu në radhë të parë t'ia kushtoj atë kohë, ta ndëgjoj deri në fund, pavarësisht se sa banale na duket neve. Edhe të jep mbështetje se çfarë mundet të bëjmë tutje në kuptimin e menaxhimit të emocioneve. Për diçka shumë të tillë, përmenda unë për shkak të ndryshimeve biologjike dhe komponentave kimike dhe aktivizimit të hormoneve, ata e përjetojnë shumë fuqishëm, me të qajtur, me dënesë, për një është banale tash, bën drama për diçka të tillë. Dhe në qoftë se fëmiu e merr mesazhin e tillë, shifun kur them fëmijë e mendoj minimum deri në moshën 15 vjeçare, tani flasim për atë grup mosh, kur e merr fëmiu këtë mesazh, do të e merr prej ekspresionit ton facial, prej qëndrimit ton, se ne mund të themi ok, hajde të dëgjoj, ama gjithë qenja jon të tregoj se t'ia përcjell mesazhin se kjo është
e parëndësishme, për s'dytin nuk do të vije fëmiu ta hapë të njëjtën. Ne shpesh orientohemi për shumë dukuri të cilat janë problematike, edhe problematike në kuptimin për fëmijët për t'i menaxhuar. Ne llogarisim se edhe qasjen e kemi të tillë, jo vetëm që llogarisim se janë të vegjël, ende nuk dinë, kjo nuk është për këtë grup mosh, dhe realisht bëhemi ekspert të gjitha fushave dhe aty ku nuk jemi ekspert. Dhe kjo i bën fëmijët të ndjehen të nënvlerësuar në anën tjetër. Dhe jo të kuptuar, dhe jo të mbështetur, a që duhet të jenë të mbështetur, jo temi të stimuluar për të zhvilluar shkatësit që ata të kalojnë rrugtimin edhe të arrin në atë pikën drejt të rriturit. Dhe thotë, shkatësit të cilat edhe aftësit të cilat do të ndihmojnë që ti menaxhojnë situatat të cilat janë sfiduese. Për shkak se nuk përfundojnë këto situata vetëm në rini, të njëjtat do të na ndjekin gjatë gjithë jetës, edhe ajo është jeta. Megjithatë, janë më të ndjeshme në këtë periudhë për shkak të moshës së re që e kanë, për shkak të përvojës së pak që e kanë dhe për shkak të ndryshimeve të fuqishme edhe në aspektin biologjik që e kanë edhe përjetojnë fëmijët. Sheruzë, më vjen shumë mirë që i përmendet të gjitha këto mesazhe drejtuar pikërisht prindërve, se kanë vërejtur një dukuri që pikërisht familjet edhe prindërit i ndjekin emisionet tona, dhe më ka ardhur shumë mirë kur kemi trajtuar problematika dhe fenomene shoqërore, qofshin ato dhunë, qoftë ndonjë problematik tjetër që ka ndodhur edhe që ka ngritur një alarm në shoqërinë tonë, dhe të njëjtat raste më pasi kemi trajtuar janë ndjekur në seanca terapeutike dhe kam vërejtur që ka pasur një lloj ndikimi. Andaj e kam një çështje edhe shumë të rëndësishme që e kam patjetër ta përmendit, duke marrë parasysh se na ndjekin shumë familje. Sa ndikojnë konfliktet familjare, edhe marrëdhëniet e mes prindërve në shëndetin mendor të fëmijëve më pas? Se kjo është një çështje më vete, sidomos në shoqërinë tonë që e kam vërejtur, e përmendet edhe ju, e kemi shumë të rëndësishme të dukemi mirë para të tjerëve, ndërsa prapa murave është krejtësisht ndryshe. Dhe njëjtë atë që dua të përmend nuk janë lidhje me sfida që ndodhin të rinjt, njëjtë është një lloj paragjykimi se kryesisht ndodhin tek familjet të cilat janë ndoshta me status socioekonomik më të ulët, me nivel edukimi më të ulët, jo. Do thotë e hasim në të gjitha shtresat edhe nivelet shoqërore. Është shumë i rëndësishëm raporti mes prindërve. Është shumë i rëndësishëm raporti mes prindërve dhe prindërve me fëmijën, do thotë në të dy dimensionet. Janë me impakt shumë të fuqishëm, do thotë konfliktet. Ndonjëherë nuk do të thotë ajo mos të diskutojmë për konfliktet të cilat kalojnë në dhunë, do thotë zhvillohen edhe marrin përmasën e dhunës, madje edhe dhunës fizike. Megjithatë, konfliktet edhe si konflikte, do thotë si konflikte në kuptimin e argumentimit edhe debatimit me ndeshjes së argumenteve, do thotë me zë më të lartë, ose thjesht debatim për sjellje të një vendimi i cili ka të bëjë me familjen, kur ajo është me intonacion të lartë, kur ajo është e vrashtë dhe si ka impakt te fëmiu. Fëmijët, varësisht prej moshës, do thotë më të vegjilit, ata përjetojnë sikur ata kanë faj. Do thotë ajo që ndodh mes, do thotë kthehen nga vetja dhe okay, çfarë është ajo që bëra unë, rikthehen edhe bëjnë lidhshmëri ndoshta me ndonjë koment fëmijëve ose me ndonjë kërkesë që ata e kanë bërë që nuk ka lidhje ndoshta me vetë tematikën e konfliktit. Megjithatë, vetë fëmiu do thotë ashtu e merr fajin, do thotë mbi vete sikur ai është fajtori për atë se çfarë ka ndodhur. Edhe kur vim në momente edhe të dhunës, por edhe në shkurorzime, do thotë ajo që është, ata janë më të brishtë dhe disi orientimi është se ata janë fajtorët. Dhe le impakt absolutisht në mirëqenjen e fëmijëve dhe në shëndetin mendor të fëmijëve. Ajo mund të rezultojë në mënyra nga më të ndryshme, qoftë jetë ajo me tërheqje, qoftë jetë ajo me orientim, nëse vetë fajsimi është në nivel shumë të lartë me vetë lëndim, forma të ndryshme të vetë lëndimit, do të mos flasim në këtë pikën më të skajshme që është idetë suicidale, por do të thjesht në humbjen e vlerës për veten, nëse unë nuk jam i rëndësishëm, nuk vlej, jam vetëm problemi që e bëj në shtëpi. Them, realisht edhe objektivisht, konflikti mund të jetë i natyrës krejt tjetër, ama unë tregoj se si procese se çfarë shkojnë, ndodhin, do të thotë në kokën edhe në botën e fëmijët. Dhe ajo pastaj artikulohet në sjellje të caktuara, në sjellje të ndryshme.
Shpesh temi njëjtë probleme të caktuara që duke llogaritë se fëmiu nuk din, nuk merr vesh, ta mbaj manësh, jo për gjithçka, për shkak se fëmiu e ndjen energjinë që ndodh në shtëpi. Kjo është shumë e vërtetë. Edhe kur nuk jemi ne të vetëdijshëm, ata absolutisht e ndjejnë atë energji dhe kur ne nuk e flasim hapur me fëmiun, ai fëmiu mundet ta interpretojë në mënyra të ndryshme që mundet mos korrespondoj as pak me realitetin edhe pasojat pasojat jenë shumë të mëdhaja. Do thotë çdo herë e rrotullon për shkak se ajo është faza e zhvillimit egocentrike e fëmijëve, e rrotullon se do thotë ai është në qendër të vëmendjes edhe gjithçka ndodh për shkak të tij ose për shkak të saj. Po sa mban arsyetimi që zakonisht e dëgjoj nga prindërit që janë në marrëdhënie jo të shëndetshme, arsyetimi që unë do të ri në këtë marrëdhënie për hir të fëmijëve. Për shkak se kanë vërejtur që kjo shkakton një presion shumë të madh tek fëmijët, kur janë pikërisht në ambiente që shohin dhunë, qoftë ajo verbale, qoftë ajo fizike. Edhe nuk duhet që të promovojsh kurorëzim, absolutisht jo. Dhe se duhet që fillimisht kur na ndodhin mosmarrveshje të tilla, konflikte të tilla, jo pajtueshmëri për dukuri të caktuara, të rriturit janë të rritur, është shumë normale, po për çështje të caktuara, por pointa është si do i menaxhojmë. Do të krejt ajo është pyetja. Dhe ne si të rritur jemi të vetëdijshëm dhe ne kemi përgjegjësi për raportet tona dhe kemi përgjegjësi edhe për fëmijët. Si të rritur edhe si të vetëdijshëm duhet që të kërkojmë ndihmë fundit edhe ne. Në qoftë se neve na mungojnë ato shkatësi, do thotë ka burime dhe ka vende ku mundemi që të drejtohemi, të orientohemi edhe të punojmë në raportin tonë. Ajo nënkupton pastaj edhe me fëmin, në raport edhe me fëmijët. Megjithatë, në qoftë se janë të shtjerura të gjitha opcione tjera, temi këshill tanjet edhe në çifte, psikoterapi edhe në çifte, edhe familjare, edhe nuk rezulton me asnjë sukses, po atëherë fundit, po realisht nëse është për më të mirën e fëmijët, do ishte ndarja ajo të jetoj në një mjedis i cili në vazhdimsi është i dhunshëm edhe mund të jetë fatal. Qoftë për të rriturin, por mund të jetë edhe për fëmijën. Atë që dua vetëm të potencoj derisa jemi këtu, është që shpesh, do thotë, qasja e të rriturve, qasja neglizhuese ndaj vështërsive me të cilën ballafaqohen të fëmijët edhe të rinjët, jo vetëm fëmijët, del nga mungesa e jo kompetencave dhe jo shkatësive të rriturve. Do të atëherë kur ne nuk dim se çfarë të bëjmë, do të vjen i ri ose fëmiu me një lloj problematike, për shkak se s'dim si ta menaxhojmë, s'dim çfarë të bëjmë. Më e lehta, Lisa, është që themi se nuk ndodhen. Jo se këtë ne themi ndoshta verbalisht, por pa vetëdijshëm. Do të zgjedhim që mos ta shohim. Zgjedhim ti mbyllim syt sikur nuk ekziston, për shkak se ashtu ma lehtë ne mund të dalim në qosht. Do të është mungesë e shkatësive tona. Dhe mungesë e shkatësive tona është njëjtë atribuimi dhe deklarimi se ende janë të vogël. Nuk duhet ta dinë këtë. Duhet ta mbrojmë nga nuk di çfarë. Po ne duhet të jemi mbështetje dhe mbrojtje e të fëmijëve dhe të rriturve. Megjithatë, kur problemi është këtu, ne duhet t'i kapim edhe t'i identifikojmë shenjat. Është interesant se temi pas rasteve të caktuara të cilat janë mjaft të dhunshme, konfliktuoze, por edhe këto të cilat kanë përfunduar tragjikisht, temi me vetvrasje të rinjve. Ajo që kryesisht janë deklarata që i ndëgjoni edhe ju në publik është se nuk ka pas asnjë simptomi, nuk ka pas asnjë shenje dhe kështu me radhë. Nuk është e vërtetë se nuk ka pas, por ne nuk kemi dashur t'i shohim. Jo nga vetë dëshira ndoshta, po nga paaftësia për t'i menaxhuar të njëjtat. Edhe në qoftë se gjejmë një hapësirë të sigurt, shumë më vonë, prandaj edhe si të rritur pastaj na bren ndërgjegja, vetë fajsohemi, për shkak se nuk i kemi kushtuar vëmendje që t'i veçojmë edhe të merremi me të njëjtat. Ka institucione ku mund të drejtohemi. Edhe shumë e rëndësishme që neve si shoqëri e tërë të zhvishemi nga i petku i turpit edhe që nuk duhet të kërkosh ndihmë, nuk duhet dikush tjetër të di për problemet e tua, për shkak se fatkeqësisht kemi parë që të tilla raste përfundojnë tragjikisht. Ka bloqe të ndryshme të tematikave me të cilat ne bashkë i trajtojmë si të tilla të cilat binë në atë kategorinë e turpit për shoqërinë tonë, nga ana tjetër na ndodhin. Do thotë nëse ishin turp nuk do ndodheshin. Do thotë ato janë këtu, edhe ne duhet që t'i trajtojmë. Temi kur flasim për dhunë seksuale. Ende është tabu
në shoqërinë tonë. Fatkeqësisht. A na ndodhin shtatzani të hershme, na ndodhin përdhunime, është prezent pedofilia, imponimi i fatkeqësisht gjinja femërore është ajo që është viktima, pastaj imponimi për të hyrë në martesa të hershme në moshë të mitur dhe kjo në marrëveshje me të rriturit për ta mbyll turpin dhe përsëri viktimat themi është ajo e cila e ka krijuar turpin. Janë shumë procese të mëdha që në këtë drejtim realisht na duhet shumë sensibilizim edhe ende na duhet shumë punë për t'i thyer këto tabu. Pa diskutim, sa më shumë që mundohemi që t'i fshehim të tilla fenomena, aq më prezente do t'i kemi fatkeqësisht. Unë çfarë them çdo herë edhe në kontakt me studentët, hapi i parë që është i rëndësishëm është ta shohim problemin edhe ta pranojmë problemin. Se ekziston. Ajo është hapi i parë. Në qoftë se ne nëpërmjet tabus çfarë bëjmë edhe nëpërmjet turpit çfarë bëjmë, problemet vetëm i vendosim ndër tepi. Edhe ato mblidhen dhe pas një ore pastaj era kundërmon. Apo nuk mundemi as ne të rrim në atë hapësirë. Dhe kjo është e njëjta. Është e njëjta. Dhe thotë im shefim edhe kur do eksplodoje edhe jo nuk ka qenë habitemi krejt se si përfundoj. Jo, ato janë procese, nuk ndodhin brenda nate. Po ne kemi zgjedhat komoditetin ton si të rritur, të rrim, se e kemi më të lehtë mos merremi me problemet derisa ato nuk eksplodojnë. Kemi shumë më të lehtë mos ta pranojmë të vërtetën, fatkeqësisht. A është shumë më mirë, do të merremi me prevenim sa më të hershëm. Sa e vështirë është për një fëmijë që të kërkojë ndihmë sot? A ekziston frika nga paragjykimi nga rrethi, frika nga prindërit, nga familja? Sa e keni parë të vështirë për fëmijët tanë që të janë fillimisht të vetëdijshëm për atë që po ndodh dhe më pas ta raportojnë të njëjtën? Ekziston frika nëse i kryqëzojmë do të të dhënat, të cilat tregojnë do ndalen vetëm në një dimenzion. Ajo është dhunës temi psiqike, të maltretimit, të përgojimit, por edhe temi shantazhimi, nga ana tjetër edhe dhuna kibernetike. Hulumtimi realizuar në Maqedoninë e Veriut në mos të reprezentative të pikrisht të kësaj grup moshe 11, 13, 15 vjeç. Do tregojnë se temi dhunë kibernetike 1 prej 6 fëmijëve përjetojnë. Dhe ajo len shenja në mirëqenjen e fëmijëve. Nga ana tjetër do të shohim se raportime janë diku deri 200-300. Dhe ka diskrepancë në këtë drejtim. Okej, gjithë ajo është në rregull që temi ato adresohen, ndoshta edhe nga të tjerë të rritur. Megjithatë se sa e kanë të lehtë, pavarësisht se nga perspektiva e të rriturve kur dëgjoni se shumë shpejt edhe për gjithçka fëmijët ankohen edhe kërkojnë se nuk e kanë në rregull, ama realisht ne nëpërmjet të këtyre mesazheve që i dërgojmë në bashkëbisedim të rriturit mes veti, vetëm se u ambyllim derën fëmijëve edhe e nxisim do të thotë atë jo miratim, ajde unë nuk do them frikë, por do them jo miratim për të folur hapur mbi vështirësitë dhe problemet. Se ata i stërmadhojnë edhe janë minore edhe ata duhet t'i tejkalojnë vetë. Okej, duhet i tejkalojnë vetë, por ne duhet ju mësojmë shkatësi që t'i tejkalojnë. Sigurisht, sepse akoma janë të pak vendur dhe ende janë fëmijë. Nuk e di. Ende janë fëmijë dhe ne jemi ata të cilët duhet që në këtë drejtim do të t'i mbështesim edhe t'u mësojmë. T'jemi modele. Ne jemi modele mos reagimi, mos u përzi. Kur të vjen në kokë, atëherë çfarë ndodhi? Sa të përgatitura i kemi shkollat tona, se edhe sistemi ynë arsimor çalon në shumë aspekte. Kemi diskutuar vazhdimisht në emisionet tona se sa ka mungesë të psikologëve në përshkolla, të sociologëve, të defektologëve, ose janë aty prezent po merren me punë administrative, nuk merren me probleme të vërteta, ose raportojnë tek prindërit, më pas fëmijët përkeçojnë gjendjen e tyre. Është një zinxhir shumë vicioz që nuk sjell asnjë gjë pozitive në këtë aspekt. Sa i kemi të përgatitura shkollat tona që t'ju ndihmojnë realisht nxënësve dhe fëmijëve të këtyre grup moshave që të përmirësojnë gjendjen e tyre psikologjike? Sa janë shkollat përgatitura? Unë nuk do isha ndalë vetëm, ka ende mjaft hapësirë për të intervenuar definitivisht, do të munden edhe më shumë. Megjithatë,
Po, shkollat janë institucion i rëndësishëm, ka persona të cilat janë kompetente dhe duhet të dalin në qosh. Nuk i kam të dhënat statistikore se sa janë gjitha shkollat të ekipuara me shërbim profesional, përfshirë këtu edhe psikologun, dhe ka një lloj normativi që shkon proporcionalisht me numër nxënësish. Ka pas tentativa që të bëjnë intervenime në kuptimin që të çlirohen nga punët administrative psikologët dhe që të ndërmarrin aktivitete në drejtim të adresimit të problemeve tjera që janë lidhje me mirëqenien e fëmijëve, ama edhe këtu ka hapësirë ende për punë, ka tentativa, ka tendencë lëvizjeje, por ka hapësirë ende për punë. Edhe për ekipim sigurisht në vendet caktuara, por edhe për temi formatim të atij veprimi profesional që duhet ta bëjnë shërbimet profesionale. Dhe unë nuk do isha ndalë vetëm këtu, për shkak se duhet një qasje holistike realisht e shoqërisë, që të mundemi të adresojmë problemet edhe të zhvillojmë programet të cilat temi do jenë të drejtuara në prevenim të paraqitjes së dukurive. Jo se ato do të zhduken, por të minimizohen, në fakt, edhe atëherë kur të ndodhin përsëri të adresohen në mënyrë të mirëfillt. Shkolla mund të bëje shumë, ama nuk mund të bëje gjithçka, për shkak se janë këtu edhe familjet. Familjet nuk mund të bëjnë shumë, ama nuk mund të bëjnë gjithçka për shkak të mungesës së kompetencave. Unë e them përsëri, pavarësisht se ne deklarojmë se jemi të edukuar tash, jemi të arsimuar me nivele të ndryshme të larta, ama ajo nuk një diplom universiteti nuk është e barabartë ekvivalente me kompetenca të prindërimit. Sigurisht, edhe ajo diplom universiteti nuk duhet të jep të drejtën që ti shkaktosh fëmijës akoma më shumë presion, se duhet të bëhet si ti dhe duhet jetë në rangun intelektual si ti, që e kemi parë të ndodhë vazhdimisht në shoqërinë. Absolutisht, dhe të unë e përmenda, ai presioni për arritje akademike që ju bëhet fëmijëve. Nga ana tjetër, kur u bëni presion, aq më tepër i kufizoni shkatësitë edhe lirinë edhe talentin e fëmijës që të vinë në shprehje, për shkak se është nën stres, nën presion, realisht ajo të demobilizon, që mos reagojsh. Është një lloj absurditeti pozicionimit me qëllimin të cilin duam të arrijmë. Një mesazh të fundit, për shkak se jemi në fund të emisionit, andaj shumë shkurt një mesazh të fundit për të gjithë ata që na ndjekin, për prindërit tanë edhe për fëmijët që besoj unë, kanë marrë shumë nga kjo bisedë. Ajo që dua unë këtu ja ekskluzivisht Lisa në emisionin tënd të lajmëroj, do thotë unë përveç se jam bashkëpunëtore jashtë me Igjashin, jam profesoresh universitare në programin studimor të psikologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Tetovës. Dhe institucionalisht, do thotë Fakulteti Filozofik ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Igjashin. Dhe prej 1 tetori, do të ne jemi në përgatitje këtyre muajve, dhe prej 1 tetori do jetë mundësia që linja për janë ndihmat të tilla emergjente nga Megjashi të ofrohet edhe në gjuhën shqipe edhe për komunitetin shqiptar. Dhe në këtë drejtim është gjithë, temi ajo përgjegjësia e gjithë neve, që të mundemi të diseminojmë këtë informacion, përsi deri tash nuk ka pasur kapacitet që të përgjigjen të ofrojnë edhe këtë mundësi, ama prej 1 tetori, stafi i Fakultetit Filozofik, respektivisht programi studimor të psikologjisë, bashkërisht edhe me studentët, do jenë këtu të cilët do e mbulojnë këtë pjesë që t'ju ofrohet edhe komunitetit tonë shqiptar, edhe të rinjve tonë shqiptar. Është shumë e nevojshme, definitivisht. Edhe do t'jetë një gjë shumë e vyer për shoqërinë tonë. Të falenderoj përzemërsisht që sot ndave kohën të ishe me ne, përmenda më herët ke një agjendë shumë të ngjeshur, nuk dyshoj, me të gjithë punën që bën, por prekëm së bashku të gjitha dimenzionet, besoj, shoqërore, institucionale, të gjitha ato të nevojshmet që duhet të dëgjohen pikërisht nga shoqëria jonë. Falenderoj shumë për kohën. Faleminderit. Shikues të nderuar, me kaq e mbyllim edhe këtë emision, deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirupafshim.